Sa njeri sot në dënë neve të zhveshën nga feja jonë. Sa njeri thëtë në shekullin 21, halo më full për turpin për morën. Gjithmonë ka më full për turpin për morën, sepse turpi është pjesë e imanit, edhe sa të ketë iman këtu, ka me pas turp për njerëzve që kanë iman. Ndërsa i dhujtarët, të ndërru vllazë, tavafin e tyne e kanë pas që nëse s'gjojnë ihrama dhe tesha, te kurejshetët, do të me bo tavaf pa tesha, Allahin të ruft. Zhveshën. Edhe pejgamberi alayhis salam s'ka dashur me kështu. Ndërsa i ka thënë Abu Bekrin, rrujë sot mush, me përcjell Abu Bekrin, dikon thuhet me një 200-300, ballon mes 200 edhe 300-ve, sahabët që kanë bërë haxh këtë kohë, edhe niset Abu Bekri, haxhi i vitit 90. Pejgamberi alayhis salam nuk po shkon. Mirë, e vërteta këtu te haxhi të ndërrum vllazën është se nuk lejohet me shty haxhin. Ai që i ka bo mundësit, i ka bo kushtet, i ka paret me shku në haqë, bën gjëna të madhe nëse e shtin haqin. Ta shto hapë mundësia më regjistru për me shku në haqë. I ka mundësit, shka i më regjistru gjëna qarje. Si kurse me orë namazi i acisë dhe deli atë namazi i acisë nuk e falë. Po pejgamberi alayhis salam, këtu e ka shty me arsye haqin. Për ndryshe i shdasht me bo haqin vitin e nëmë, po e ka shty për që dy arsye që po i përmendin. Pastaj, niset Abu Bekri, gjatë kësaj kohe zbret fillimi i surës Taube. Se sura Taube ka zbrit në tepok një pjesë e saj. Një pjesë ka zbrit edhe në luftat e tjera në Hunain e kështu me radhë, ndërsa fillimi i surës Taube zbret mas i niset Abu Bekri për hax. Edhe sura Taube e dini që është surja e vetme pa bismillah. Bara'atun min Allahi wa rasuli ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar. Kjo thot Allahu i lartësuar thot, kjo është distancimi i qartë dhe i prem i Allahut të dërguar i tij nga të gjithë i dhujtarët në haxhin e madh, ditës haxhit të madh. Dita haxhit të madh është për qëllim Arafati, sepse Arafati ka qelluar ditën e premte në këtë hax. Edhe Aliu radhiyallahu anhu pastaj në ditën e Arafatit ia vlezon ajetet të cilat kanë zbrit në surën Taube në fillim, 60 ajetet e para, se Allahu distancohet nga çdo i dhujtari edhe i dhujtar, do më s'ka më më përzi, s'ka më me bo tavafin bashk, s'ka me bo haqin bashk, s'ka haq për i dhujtartë. Do në me bo haq, po që kjo është haqë që i ka zbrit Allah i lartësu. Edhe pastaj gjithashtu edhe Abu Bekri, ju thot gjithë turmës musliman edhe musliman, që mas sodit s'ka më me bo tavaf dikush mushrik. S'ka. Mushrik edhe musjel rrëth qabës nuk ka më. Edhe kryet haqi, kthehen me dine këta. Mirë, këtu të ndërum vllazën, që e përmenda më herët, se ka qenë adet ata që s'kan gjetë ihrama dhe rroba të haxhit, te kurejshitet u dosh me bo hax, që s'janë kon kurejshit, u dosh me bo hax pa tesha, me të vërtet është çmenduri, me bo ibadet të zhveshëm. Sa njeri sot në dën neve të zhveshën nga feja jonë. Edhe unë jam musliman, ama jo besi që ta musliman, shumë be shtërnujnë këta. Ekstremist. Çka është ekstremist? Po fal ke 5. Unë jam ekstremist se unë nuk fal. Unë jam ekstremist se i fali 5 kohë namazit. Domethënë me i fal 5 kohë namazit që janë shtylla, edhe që s'ka diçka më pak se ajo, ekstrem. Bosh ekstremist. Pse? Sepse do ndikosh me na çvesh pe islamit. Edhe shamia jo me mbolesa. Do të më çvesh. Më këthy me bot tavaf pa tesha, pa roba heq, me jetu pa roba, me jetu pa marrë, pa tërë. Sot, sa njeri thëtë në shekullin 21, halo më full për turpin për marrën. Gjithmonë ka më full për turpin për marrën, sepse turpi është pjesë e imanit, edhe sa të ketë iman në këtë ka me pas turp për njerëzve që kanë iman. Kështu e ka thënë Allah i lartësuar, kjo është ligji i Allahut. E dikush dënë me gjvesh islamin, do me gjvesh muslimanët për islamit. Edhe e qunë her islam politik, her islam ekonomik, her islam ekstremist, her djaftist, her majtist, her islam liberal. Edhe një musliman, po një liberal. Qësh i bjeni musliman liberal? Ma musliman si pas te i keve të mija. Krejtë kjo qka, komplet ajo logika edhe mentaliteti i gjveshjes me bo tavafin lakoresh, edhe na me bo islam lakoresh për i mësimeve të fejsë. Me bo namaz, ose heq namaz, po me bo namaz pa rregullat namazit. Me bo shitblerje, pa rregullat shitblerjes. Martesa, pa rregullat. Tamam mu gjvesh për i rregullave edhe mësimeve të fejsë.